Ministri i Punëve të Jashtme i Sirisë, Asad Hasan al-Shaiban, tha se me mbështetjen e Turqisë, Siria ka njohur Kosovën si shtet të pavarur. Në një postim në platformën sociale të kompanisë amerikane X, kryediplomati sirian ndau lajmin e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Nën patronazhin e Arabisë Saudite dhe me mbështetjen e Turqisë, Republika Arabe Siriane njofton njohjen e Republikës së Kosovës si shtet i pavarur, duke riafirmuar respektin për sovranitetin dhe të drejtën e popujve për vetëvendosje, shkroi ai. Shaiban theksoi se Damasku pohon respektin e tij për vullnetin dhe aspiratat e popullit Kosovës dhe pret me padurim zhvillimin e marrëdhënieve dypalçe mes Damaskut dhe Prishtinës në një mënyrë që promovon stabilitetin dhe respektin e ndërsjellët mes kombeve. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila po qëndron për një vizitë pune në Arabinë Saudite, njoftoi që prej atje se Siria e njohu pavarësinë e Republikës së Kosovës. Osmani e ka falenderuar presidentin sirian Ahmed al-Shara për vendimin për njohjen e Kosovës, si dhe për mbështetjen e tij për Kosovën. Me njohjen e Sirisë, Kosova njihet nga 120 shtete të botës, por Osmani paralajmëroi edhe për njohje të tjera në ditët dhe muajt në vijim.